Bes rock, por më pëlqejnë këngët edhe natyrisht këngëtarët që janë me zë të fortë. Best Rock. Vazhdojmë tani me ndarjen e çmimit. Patjetër, atëherë kush tjetër përveç se Troja, mbretëresha Ko. Eduard Trokitje. Na lini edhe pa këngën, na lini edhe pa këngën. Me që nuk I kemi të Trojën këtu, po me që të kemi përfaqësues të rockerëve. Apo jo? Trokitje prezantuesit e çmimit të rockut. Maksim, a ke arritur ta zbërthesh idenë e Trojës? Kujt po I këndojnë këto ato? Mbretëreshës natyrisht. Kush është mbretëresha? Pse bashkë koha? Mbretëresha te ut është diçka konkrete, po koha, kush është koha? Kush është Koha? Është mbretëresha kryesore. Natyrisht që po. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Do ta marrim ne çmimin. Përshëndetje me Eduard Trokitje nga skena madhështore Zhurma Awards 2010. Faleminderit Maksim. Presim Vashën që po merret me. Faleminderit shumë me trofet për fituesit. Ndërkohë që ne vazhdojmë tutje, apo jo? Soni ti rocker. Desha të Cila pyes ishte më e diçka. fuqishme, se kjo duket bukur apo që unë jam rocker? Që ti je rocker, sepse un kam një pyetje Okej. për ty. Atëherë, un doja të dija se këtu në Kosovë, a ka hapësirë të mjaftueshme për rockerët? Hapësira ekziston për të gjithë natyrisht. Hapësira ekziston për të gjithë krijuesit. Për të gjithë krijuesit, hapësira ekziston edhe për të gjitha mediat, po si qëndron puna për rockerët dhe për të gjithë muziciantët në Shqipëri. Mund të na bësh një pasqyrë? Po, në Shqipëri ka një hapësirë të mjaftueshme. Do prandaj isha interesuar si funksiononte këtu në Kosovë.